shumë qeveri në Europë. Nuk besoj, aq më tepër që liderët e Europës janë dobët. Macroni vetëm 7% mbështetje ka. Mersi 23-27. Kontinenti më shumë shkon drejt liberalëve, nuk janë konservatorë. Trump dhe J.D. Vance mbështesin forcat e djathta. Por forcat e djathta, fatkeqësisht në Europë, nuk janë aq forta sa do donte zoti Trump. Zoti Papa, ai pretendon se e ka sjell paqen në Gaza. Megjithatë, duket se sërish kemi sulme, luftë, vrasje civilesh. Si do ta përkufizoje, le të themi atë që është arritur në Gaza, po momentin që flasim? 80% është realizuar. Vrasje do të ketë, nuk është aq e lehtë, sepse për mendimin tim Netanyahu është kriminal. Ata kanë bërë genocid atje. Dhe kjo urrëtie e madhe nuk i po nuk e kanë dorë. Pretendoi të amnistoj Donald Trump. Po nuk e kanë dorë. Çfarë do që të bëjë ai kriminal mbetet në sytë të botës intelektuale, botës që do paqen. Dhe kjo urrëtie e madhe. Kur nis le të themi kjo procedurë për për falje ndaj Benjamin Netanyahut nga Trump, çfarë do thotë? Trump e shikon në Izraelin si aleat të madh në atë zonë ku janë vendet arabe. Dhe nuk e ka vetëm Trump. E kanë dhe demokratët, ka drejt nga njërë Tucker Carlson që Izraeli ka kapur përfyti. Mossadi gjithashtu. Nuk e heqin dot këtë nga ekuacioni i politikës tjashme amerikane. Personalisht nuk më vjen mirë që të mbështesësh dikë që për mendimin tim është si kriminal luftën atë genocid që ka bërë atje, por janë interesat gjeostrategjike. Amerika e shikon dhe ti me realist që në atë zonë e vetë në demokraci funksionale është ajo Izraelit. Vendet e tjera janë vende diktatura, autokrat, por që Trump përfiton miliarde përmes fëmijëve të vet. Është e komplikuar, por me Izraelin ky vend gjithmonë mbetet aleat. Nuk e kanë në dorë Trump, se presidenti i Izraelit sot e kundërshtoi, nuk i kam thënë që do të ta falë Netanyahu. Netanyahu ka shumë kohë, ka qenë në 97-ën. Unë e mbaj mend kam qenë i ftuar dikur në Hilton në Washington që në atë kohë. Ai duhet ikë, i korruptuar, i mbani mend ato mitingjet pafund të vetë hebrejve të Izraelit, pra populli vetë nuk e do. Megjithatë, ai si Putin i kërkon të sundoj përmes luftës. Sa më shumë të konflikt ketë, si ai si Putin i qëndron në pushtet, pa konflikte ata janë out. Kjo do të ndodhë edhe me një njeri kriminal siç është Putin, por që Trump kërkon të jetë i butë me të, kjo krijon shumë pandema këtu, pse Trump të jetë kaq shumë i butë me Putin. Disa thonë që e bën tash këpus nga Kina. Problemi është që Trump i ka marrë votat America First. Ti sot takon Zelenskin, nesër Netanyahu, kur do merresh me Amerikën zotëri, i thoshte një senator, dhe ka drejt. Megjithatë, politika me Trump është tërësisht ndryshe nga çdo gjë se si mund të funksionojë një politikë. Jemi dakord, absolutisht. Në 2026, zoti Baba, çfarë do presim nga Donald Trump? Unë pres që administrata Trump t'i japë goditje korrupsionit Ramës. Kam shpresë sepse kjo është e ka mandatore, e ka detyrueshme me ligj nga akti i ri që ka kaluar, dhe departamenti nga ato kontakte që ka me zyrën e zëdhënësit ka filluar të ndryshojë. Do të jenë aktiv, se deri tani ka qenë që departamenti nuk flet nëse nuk preken interesat financiare amerikane ose interesat e sigurisë kombëtare. SPAC nuk kontrollohet as nga kinezët, as nga rusët. Por para 3 ditëve ka pasur rreth 30 nga FBI dhe tjera që janë në Shqipëri. SPAC kontrollohet nga ata dhe metoda është shumë e thjeshtë, follow the money. Sepse një klasë e korruptuar në ato nivele është qetësuese jo për ne, për mua, për ju që jetoni atje, por për vetë Amerikën, sepse Rama është ngatruar tek Sinaloa, tek trafiqet, dhe kur media amerikane zotëri të thot si Noriega, të thot shefi një shtetit mafioz, ka ardhur koha në qoftë se i zgjuar të largohesh vetë. Ndryshe fundit do ta kesh të turpshëm dhe mua nuk më vjen mirë që kryeministri i një vendi tim paraqitet në këtë mënyrë. Konferenca e tij e fundit e shtypit ulur tregon që jo vetëm është i friksuar, por i dëshpëruar. Kam frikë të takoj një zyrtar në Shqipëri. Të gjithë të korruptuar është e turpshme, me miliarda dollar të vjedhur.
do në Shqipëri.